Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve të Shqipërisë ka reaguar me tone të ashpra kundër kërcënimit që kryeministri Edi Rama po u bën gjyqtarëve me shkarkime dhe gjyqje publike. Sulmi ndaj gjyqtarit të Gjykatës Administrative të shkallës së parë në Tiranë, Marko Boshku, pasi dha të drejtë një zyrtari të shkarkuar nga qeveria e tij, është e paprecedent, thekson shoqata, dhe tentativë për uzurpimin e sistemit gjyqësor, duke paremëruar se do të ndjek rrugë ligjore për mbrojtjen e gjyqtarit dhe pavarësisë së sistemit të drejtësisë. Kreu i ekzekutivit shqiptar në një mënyrë tërësisht të paprecedent dhe të papranueshme ka sulmuar një tjetër gjyqtar të Gjykatës Administrative të shkallës së parë Tiranë, Marko Boshku. Shoqata i shpreh mbështetjen e plotë gjyqtarit Boshku si një gjyqtar me integritet dhe model në punën e tij. I kujtojmë përfaqësuesit më të lartë të pushtetit ekzekutiv se çdo deklaratë denigruese në drejtim të gjyqtarëve përbën ndërhyrje në veprimtarinë e tyre dhe se referuar nenit 145.3 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, një veprim i tillë pasjell përgjegjësi sipas ligjit. Postime dhe komente si ai që është bërë ndaj gjyqtarit Marko Boshku janë në kufijtë e veprës penale dhe si të tilla do të monitorohen nga kjo shoqatë duke vendosur dhe hapat që do të ndërmerren në çdo rast. Shoqata e gjyqtarëve i bën thirrje Këshillit të Lartë të Gjyqësorit që të mbajë një qëndrim më të qartë në mbrojtje të pushtetit të gjyqësorit, ndërsa i bën thirrje edhe ndërkombëtarëve që të shqyrtojnë shantazhin që qeveria Rama po u bën sistemit të gjyqësorit. I bëjmë thirrje të gjithë partnerëve tanë ndërkombëtar për të mbështetur pa rezerva sistemin e reformuar të drejtësisë, i cili është më së pari produkti i ndihmës së tyre të pakurthyer, si dhe të bëjnë të pamundur që zëri i tyre në këtë drejtim të dëgjohet nga ata që u ka humbur kjo shqistë në raport me aktorët e brendshëm. Sulmi ndaj një pushteti tjetër jo vetëm që e minon këtë parim gur themeli të kushtetutës son, por është shprehje e një mentaliteti që i përket një regjimi tjetër. Shoqata e gjyqtarëve thekson se ky sulm nuk është vetëm një tentativë uzurpimi të këtij pushteti, por mund të ketë pasoja në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian.